Pas 2 vjetësh Tirana do të ketë bulevardin e ri. Në pjesën veriore të kryeqytetit ka rinisur puna për ndërtimin e segmentit nga stacioni i trenit deri tek lumi i Tiranës. 800 metrat e para janë drejt përfundimit, ndërsa mbetet problem shpronësimi 250 familjeve që preken nga ndërtimi i bulevardit. Drejtori i projekteve në bashki Genc Kojdheli thotë se pritet alokimi një fondi nga qeveria. Ka problematik sidomos në pronat që kanë shumë pronar dhe nuk kanë bërë vetë pronarët identifikimin e pronës pranë zyrës regjistrimit të pasurive, por ne duhet sigurojmë si bashki Spari që dokumentacioni është në rregull, kalimi i fondeve bëhet sipas ligjit dhe ne pastaj mund të vijojmë me shtrirjen e punës përgjatë këtyre pronave. Është ende erë deri në përfundimin e projektit, por drejtuesit e bashkisë thonë se me ndryshimet e bëra, pjesa veriore e Tiranës do t'i ngjasojë bulevardit Champs-Élysées në Paris. Bulevardi do të jetë 70 metra i gjerë. Në të janë planifikuar shumë korsi për automjetet, autobusët, biçikletat, për këmbësorët dhe personat që duan të merren me sport. Përgjatë bulevardit do të ketë sipërfaqe të gjelbërta me pemë dhe lule. Zhvillimi i kësaj zone do t'japë ndërtimet, kryesisht komplekse banimi dhe qendra biznesi. Aty do të kemi mundësi për çdo lloj zhvilluesi serioz për të ndërtuar apartamente banimi, qendra biznesi, komplekse shërbimesh, disa ambasada të huaja kanë shprehur interes tani më që të jenë të vendosur aty, dhe sigurisht që ajo do të jetë arteria zhvillimore e Tiranës për 20-30 vite të ardhshme në terma ndërtimor. Në hyrje të bulevardit do të ndërtohet një parkim nën toksor. Në një pjesë të tij është planifikuar ndërtimi i godinës së bashkisë së re të kryeqytetit dhe selive të disa ambasadave. Stacioni aktual e kurrëdor do të prishet, ndërsa ende nuk është përcaktuar ku do të jetë vendqëndrimi i ri i trenave.